Unë pëmënej që nështë ju ka bo pak hajrë për dëkës, gjua Adriana Matoshit, kënë pak të shkëmt gjatë fushatës, shembull e tha rilindi që luftat veç shpallën, edhe nuk shpallën dhe polisit që ta s'ke një rast më ndryshe, një intervist aksidentale e një antarës të dëkës, që apaten Janina i Meri, dhe më në aktivizoj komplet LDK-n edhe aktivizoj komplet PDK-n në fushat, vetëvendosjen. Ajo i boni disa akuza, mas ne i dëmëdhën që s'ka filloj që ata. Edhe PDK-ja po mdo këtë që ke shumë pasive, edhe që ke me një farnyre, mdo këtë që i ka dhezi, i ka në gjallë pak. Që po mdo këtë që ke në të flejt në qatë farë vlugën e fushatës që shfilloj para kohës. Kjo, një intervjist nuk i din cilë me dje mu kanë, kur tha kjo që i ka LDK-s që foli për transportin e rrymës elektrike në Kosovë, për Vukamovicin, dhe vetëvendosja e boni një një konferencë, komplet dëmdhon me demantu një dishka me fakte trejshme, dëmdhon aja kish foli komplet për transferin e rrymës, transportin, edhe këta në konferencë dhe që na nuk kem ble rrym, që realisht nuk u konë tema e diskutimit një intervjist atje, që nuk ishin qa me thonë. E po mënej që kjo u konë pjesa kësaj, asaj përket gjuhës, vërtit është banale, vërtit është më tardë keq, unë se sha njerëzore, pakte në qatë gjuhës, që është ka përdorët. Armand? Po, unë mendoj që